process all the Kush janë ekspertët që Me shtërtis, e cëngtut jem emisionin 104.1 tek pjesa e dytë, mësafirin në studio, ku për sot kam tëftuar Arjan Podrimaj, lokoped, do të lasmi për temën e lokopedisë, çështjet dhe problemeve që kanë fëmijët në të folur dhe pa ashtu sigurisht do të lasmi edhe për mënyrën se si trajtohet e kështu me radhë. Arjan, selam aleikum i serdhe. Aleikum selam, Naim, mirë si u zgjeta, ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi të kemi në studio. Padyshim që çdo mjek, çdo doktor ka vlerën dhe rëndësinë e tij apo të saj, por në kohën që po jetojmë problemet e fëmijëve tanë në të folur për shkak të teknologjisë, studion e zhvillimeve arsyeve të shumtave, lokopedat po kërkohet më shumë dhe psikologët për shkak të problemeve që si ka tërë. Pse po ka shumë fëmijë të shumë, nëse mund na më thonë, problem me autizëm, problem me të folur. Kur e dim që këto probleme para 10 viteve, para 15 nuk kanë qenë shumë të dukshme siç po shifen sot. Po, është shumë e vërtet që profesioni i lokopedisë çdo herë vjen dhe bëhet më i nevojshëm për popullatën dhe rinin dhe gjeneratën e fëmijëve në vendin ku jetojnë. Bëhet më i nevojshëm për shkak të problemeve që po rriten vazhdimisht në... Po, për shkak të problemeve të shumta që po shtohen, dhe ajo që ka rëndësi që të dimë janë faktorët të cilët i shkaktojnë këto probleme në mënyrë që ti paraprim asaj që quhet më mirë parandalimi se sa shërimi një problemi shëndetësor, e njëjta gjë vlen edhe në fushën e lokopedisë. Faktorët janë nga më të ndryshmet, vetëm sa ajo që duhet të dimë është se autizmi dallon shumë nga problemet e të folurit. Në esencë, autizmi do të thotë është problem që ka të bëjë me zhvillimin e fëmijës dhe i prek disa nga sferat kryesore që profesionistët i njohin, por ndomë edhe prindrit i njohin. Ndërkaq problemet në të folur, që janë thjesht probleme lokopedike, hasin tek fëmijët që kanë zhvillim normal, të cilët janë të shoqërueshëm, bajnë kontakt me sy, të cilët duan dhe japin përqafime, kyçen e lojë me moshatarët, mirë po të cilët për arsye të ndryshme, siç mund të jetë edhe përdorimi i telefonit, ju janë shfaqur problemet në të folur dhe komunikim. Sigurisht që shkaktarët janë nga më të ndryshmet, mirë po në kohën që ne jetojmë dhe pikërisht për pyetjen si quhet sekët, faktori kryesor është faktori i teknologjisë, për arsyen që me fillimin e përdorimit të iPhone, telefon, me fillimin e përdorimit të TikTok-ut, të storjeve me video të shkurtra, problemet lokopedike janë rritur shumë në prevalencë. Dhe përveç aspektit të teknologjisë, ndikojnë edhe faktorët e tjerë, siç mund të jenë faktorët anatomik, tek problemet me dislali, që është forma e gojës, rritja më e madhe apo më e vogël e gjuhës në të lindur, qiellëzat, pastaj probleme me dhëmb, dhe janë disa nga më të ndryshmet. Pastaj kemi edhe probleme që janë me bazë ambientale, siç është belbëzimi, ku në këtë rast fëmia nëse gjatë fëmirisë së tij merr shumë vrejtje negative në të folurën e tij, ai pas disa vitesh bashkë me shikimin e videove të shkurtra që quhen Reels, do të vi duke e akumuluar dhe e formuar probleme belbëzimit. Që dy herë po cekni video të shkurtra Reels, dallon problemi me video të gjata dhe video të shkurta? Ajo që ka bën dallimin është fakti se fëmijët deri në moshën 5 vjeçë, deri në moshën 6-7 vjeçë janë akoma në fazën, sidomos fëmijët nën 5 vjeç janë në fazën e formimit të perceptimeve, të modelimit të gjuhës, të modelimit të faktorëve psikologjik. Dhe videot e shkurtra, të cilët japin shumë emocione brenda pak sekondash, dhe kur shikon në mënyrë sistematike me muaj dhe me vite nga fëmia, në këtë rast vjen duke u bërë një kundërrezonancë në trurin e tyre, duke u formuar problemi i belbëzimit në vend të rrjetshmërisë normale të folurës. A është një fëmijë me autizëm nëse ka probleme me shqiptim të shkronjave ose flet me vonesë? Përgjigjja është jo, për arsyen që problemet në shqiptimin e shkronjave i kanë disa nga faktorët që i cekëm, ndërkaq problemet me autizëm i kanë 3 apo 4 sferat kryesore që i veçojnë dhe që kanë të bëjnë me zhvillimin. Dallimi tjetër në mes këtyre dy llojeve të problemeve është se çrregullimi i autizmit është i lindur, jo i fituar, ndërkaq problemet në të folur, ato shumica e tyre në prevalencë janë të fituara gjatë jetës. A ka moshë caktuar për një fëmijë që një prind duhet të merakosët se mund të ketë probleme në të folur? Pra deri kur thjesht mund të flejmë qetë se fëmia s'ka problem, por është çështje moshe dhe sepse disa flasin ndoshta 2 vjet, disa e bëjnë 3, disa 4.
Ajo që ka shumë rëndësi të dihet në këtë pikë është të bëhet dallimi mes të folurës dhe fjalës së parë. Në momentin që fëmia fillon të thotë rrokje nga mosha 10 deri në 12 muajsh që është e pritshme, këtë rast kemi të bëjmë me formimin e fjalës, ndërkaq që folura është nivel më i lartë në logopedi. Është do thotë një gjë që ka rëndësi që në moshën 2 vjeçe të bëhet një vizitë tek logopedi thjesht për të parë në qoftë se fëmia e ka arritur këtë stad logopedik për kitazim me moshën, edhe në qoftë se prindërit e shohin se fëmia është tërësisht në rregull dhe nuk e shohin se ka ndonjë problem, është e rekomandueshme. Mirë, po ka rëndësi të dihet se edhe faktori mosh e bën që disa probleme të mos jenë shqetësuese tek fëmia. Sikur e marrim shembull shqiptimi, ka disa tinguj që në moshën 3 vjeçe, nën 3 vjeçe nuk është problem që nuk thuhen mirë. Dhe në përgjithësi sistemi i artikulimit nën moshën 3 vjeçe është natyrshme që të mos jetë tërësisht i saktë dhe i formuar. Për arsye që në moshën 5 vjeçe bëhet plotësimi biologjik dhe fiziologjik i artikulimit tek fëmia. Ndërkaq tinguj që në moshën 4 deri në 5 vjeçe duhet që të shqetësohem nëse fëmia nuk i thot mirë, janë tingujt r, l, l dhe tingujt disa tinguj të tjerë të cilët i bashkangjitet në këtë moshë janë s dhe z. Dhe nëse deri në moshën 2 vjeçe nuk e thot asnjë fjalë, asnjë shkronjë, bie që duhet ta bëjë një këshill, të paktën prindërit të çojnë tek një mjek, tek një logoped për të parë se ku është gjendja, se ku është situata. Po, kjo është ajo që duhet që të veprojnë prindërit, për arsye që fëmijët deri në moshën 2 vjeçe kanë shumë nevojë për të shkëmbyer afeksione me nënën e tyre, për të kaluar kohë, për të qenë afër, për të parë zërin, fytyrën e nënës, për të qenë pranë saj. Dhe në qoftë se deri në moshën 2 vjeçe një fëmijë nuk ka asnjë fjalë apo rrokje, apo i ka pas në fillim pastaj ka qëndruar i heshtur, në këtë rast e shohim se kemi nevojë që të marrim mendimin e një logopedi për t'i paraprirë problemet dhe për të mos e lënë që të rritë më shumë. Për fëmijët që kanë problem në shqiptimin e shkronjave, si mund t'i ndihmojmë? Po them si mund t'i ndihmojmë të gjithë. Po, ajo që ka rëndësi të dihet në këtë pikë është fakti se ndihma që prindi mund t'ia jap fëmijës është që të mos jap vërejtje negative. Nëse një fëmijë nuk e thot një fjalë mirë, prindi mund që thjesht ja modeloj siç thuhet, për shembull fjalën moll. Thjesht ja thot sakt moll, nuk i thot thuaje, as nuk i jap vërejtje negative, nuk e the, herën e kaluar e ke thënë më mirë, tash nuk po të kuptojmë, ose dash ma kesh mi bëm rola me ngritonën e zërit, nga se kjo shkakton vetëm më shumë pengesat e fëmijët që në të ardhmen mund të shfaqet problemi i mosrjetëshmërisë. Si bëhet vlerësimi i gjuhës, të folur dhe komunikimit? Vlerësimi i gjuhës, i të folurit dhe i komunikimit bëhet përkitazim me moshën që fëmia ka dhe përkitazim me anamnezën që e morrim nga prindi, pra që janë një listë me të dhëna që prindi na jap për arsyen sepse është ndier i brengosur që të vijë tek logopedi. Vlerësimi bëhet me testet përkatëse që i ka secila diagnozë dhe ka disa teste që fëmia nuk mund t'i nënshtrohet nëse nuk e ka lënë një provë të caktuar që bëhet para atij testi, për shkak se nuk e ka mbritur fazën e të kuptuar. Të teste? Kemi teste të ndryshme, është testi i artikulimit, i cili tani më është edhe i standardizuar edhe në Kosovë. Pastaj kemi testin për disleksi, për problemin e mësim lexim që aplikon nga mosha 8 vjeç, klasa e 3 dhe më lart. Pastaj kemi edhe testet përkatëse që kanë të bëjë për belbëzimin, testet për zhvillimin e gjithëmbarshëm të fëmijës, i cili është një test shumë voluminoz dhe përmban të dhëna të ndryshme që zakonisht i jep nëna e fëmijës. Sa kohë më zgjat procesi i diagnostifikimit dhe sa kohë zakonisht zgjat trajtimi? A ka në formë limiti apo varet nga fëmia? Po, varësisht nga lloji problemet që fëmia mund të ketë, e kemi edhe kozgjatjen e diagnostifikimit dhe të terapisë. Mirë po, është e kuptueshme që gjithmonë diagnostifikimi mund të jetë në një seancë deri në 2, 3, eventualisht në 4 seanca. Ndërkaq procesi i trajtimit varet edhe prej diagnozës së problemit, edhe prej nivelit që fëmia ka, sepse mund të jetë një diagnozë e lehtë, siç është dislalia, mirë po e cila është akumuluar dhe është ngjitur dhe tek në moshën 7-8 vjeç fëmia nuk është trajtuar për çrregullimin e artikulimit, ndërsa kur i është faqë ka qenë mosha 4 gjys apo 5, moshë kur edhe pjeket procesi i artikulimit. Në këtë rast, trajtimi i dislalisë do të merr më shumë kohë se sa dislalia tek një fëmijë 4 vjeç gjysmë apo 4 vjeç.
pra varet lloji i problemit, varet niveli i problemit se sa është i stresuar, dhe pastaj varet edhe progresi që përcillet përgjatë terapisë, ku nga një hap i punës duhet të kalohet në tjetrën dhe të respektohet radhitja e secilit hap terapeutik. Çfarë dallimi ose si muna me ditë që një fëmijë ka probleme të folur për shkak nga lindja, për shkak të teknologjisë apo për shkak probleme me autizëm? Këto janë një gamë shkaktarëve të ndryshëm që mund të shkaktojnë probleme dhe nga anamneza që i marrim prej prindit, por edhe pas vlerësimit që ja bëjmë vetë në seancën e parë fëmijës, ne e shohim dhe e kuptojmë se çfarë ka ndikuar më shumë, a është faktori i lindjes, se zakonisht këto kanë të bëjnë me aspektet gjenetike siç janë sindroma Down, pastaj edhe rastet me spektër të autizmit, apo mund të jetë faktori i fituar, që kjo është prevalenca më e lartë e problemeve në gjuhë dhe në të ku në këtë rast e kemi faktorin kryesor përdorimin e telefonit dhe është aq më e vështirë situata kur e shohim se fëmia nga mosha 2 vjeçe përdor telefonin, apo edhe është bërë shprehi e jetës që për të ulur dhe për të ngrënë ushqim me familjen ai duhet që t'ia japim telefonin, përndryshe nuk koncentrohet. Këto shprehi duhet që me të butë dhe me të mirë, me zëvendësimin e shpërblimit, me loja me balona, fëmia në mënyrë të natyrshme të vitë duke shkëputur nga telefoni. Apo një pjesë të fajit e kanë edhe prindrit që ja servojnë ushqimin në meny edhe telefonin. Gjithmonë gabimet e prindërve janë gabimet që bëhen me dashuri, domethënë duke u përpjekur që të bëjnë atë që është më e mirën për fëmijët e tyre. Mirë po sigurisht që pikërisht për këtë arsye ka shumë rëndësi që të ruhet linja e komunikimit dhe me profesionistët logoped, me profesionistët psikolog, qoftë në si vizitë, qoftë edhe nëpërmjet përcjelljes së këshillave, shpjegimeve që i vendosim ne si logoped dhe kolegët psikolog, në mënyrë që të përmirësojnë këto gabime që gjithmonë bëhen me dashuri. Tek problemi me teknologjinë, këtë rast me telefona, sa mund të jenë efektet të pashërueshme, nëse mund me thonë, sepse ne jemi dëshmitarë që fëmijët tanë edhe vetë në kuptimin e vrejmë ndikimin nga telefoni. Por kemi fëmijë të cilët do thotë komunikimin ka shumë të mirë me teknologji, me botën virtuale. Madje kemi raste që fëmia din anglisht, por nuk din shqip. Në këtë rast kjo sëmundje se mund ta quajmë, në thonjë za, a mund të mos jetë e shërueshme? Ajo që ka rëndësi që të dim është fakti se problemet në fushat e logopedisë gjithmonë i takojnë kategorive të çrregullimeve, ndërkaq së mundet i takojnë profesioneve të mjekësisë. Kjo që ka rëndësi që të dihet është fakti se çdo problem i cili është i fituar është edhe i shërueshëm, për dallim nga problemet të cilat janë të lindur apo çrregullimet e lindura të cilat janë më shumë të akomodueshme, por jo tërësisht të shërueshme. Dhe problemet e tilla mund të shërohen, siç janë problemet me telefon, mirë, po ka shumë rëndësi që krahas terapisë që e ndjek fëmia tek logopedi, prindit të janë sa më shumë në vijim me këshillat që terapisti ja ofron që t'i zbatojnë në shtëpi. Për arsye që problemet me bazë ambientale dhe me bazë në përdorimin e teknologjisë kanë patjetër nevojë që të bëhet një ndryshim shumë rrënjësor në shtëpi, në mënyrën se sa fëmia e përdor ose jo telefonin, dhe pastaj edhe terapia dhe seanca kur kombinohen të dyja së bashku, çdo problem mund që të shërohet dhe të kalohet. Sa shpesh duhet të zhvillohen seancat e logopedisë? Do të përmend pak kalimti. Po, kjo gjë varet nga mosha e fëmijës dhe varet edhe nga problemet që e ka fëmia, por gjithashtu duhet të dimë se profesioni i logopedisë vlen për gjitha moshat në mënyrë të njëjtë dhe edhe tek njerëzit e rritur varet vetëm nga faktori i llojit të problemit. Zakonisht problemet me çrregullimet e artikulimit marrin më pak kohë nëse lajmërohen në stadin e hershëm, dhe kjo vlen për çdo diagnozë. Në momentin që lajmërohet në stadin e hershëm të fillimit të saj, pritshmëritë janë që afati i zgjatjes së trajtimit të jetë më i shkurtër. Mirë po nëse një fëmijë që ka çrregullim të artikulimit dhe nga mosha 5 vjeç është lajmëruar në moshën 7 apo 8 vjeçe, apo një fëmijë që ka disleksi dhe në vend të moshës 8 vjeçe kur është shfaqur problemi ka filluar që shkojë te logopedi në moshën 3 apo 14 vjeçe, në këtë rast problemet vijnë vetëm duke u ngjitur dhe duke akumuluar më shumë, dhe në këtë rast domethënë trajtimani logopedik do të marrë në periudhë shumë të konsoliduar, ku mund të jetë e nevojshme të shtohen numri i seancave,
nga 2 të kalohet në 3, nga 3 në 4, madje mund të kalohet në 5 seanca në javë, sidomos tek rastet që janë me sulm në tru, me aksidente, me rënje nga lartësit, pra me dëmtime të trut që kanë humbur të folurën, apo dhe rastet me belbëzim shumë të ngjitur dhe akumuluar që ndikojnë jo rrallëherë edhe në vendimarrjen që njerëzit e bëjnë për gjërat e tyre në jetë që i kanë përkresh për shkak të problemit të belbëzimit. Prandaj ka rëndësi që ti paraprihet sa më herët. A ka nevojë për lokoped edhe të rriturit? Po, përgjigja do të thotë është kjo për faktin që të rriturit ka raste që problemet e tyre japin shumë manifestime në jetën e tyre praktike, siç është rasti me problemin e mutizmit selektiv, ku një person, qoftë edhe adoleshent apo edhe i rritur, flet në ambiente të caktuara apo në disa të tjera nuk flet, apo ka belbëzim dhe ky belbëzim, siç e cekëm, bën që të ketë hezitim që të kyçet në shoqëri, që të vazhdojnë ndoshta edhe studimet, që të hyjë në një vend të punës, për shkak që merr shumë përqesje, imitime në të folurën e tij. Mirë, po mandej edhe ajo që quhet çrregullimi i komunikimit social, ku një individ nuk është me konsekwenca të bisedës se çka bëhet, edhe kjo me do e mos që do të ketë reflektim tek personi i rritur, po mandej edhe tek njerëzit e moshuar, të cilët mund të përjetojnë sulm në tru apo diçka të tillë, me do e mos është e nevojshme konsulta me profesionistin lokoped. A hezitojnë prindërit me pru fëmijët tek një lokoped, ose ka hezitim edhe për të rritur që kanë problem me të folur, por që nuk ndihen mirë dhe nuk mundën marrë me një këshill, që ka dhe plot të tjerë që i vije marrë me shku te një psikolog ose psikologe? Fatmirësisht, në profesionin lokopedis, këto stigma pothuajse janë inekzistente. Do të thotë, nuk ekziston një hezitim, dhe ajo nga çka kam parë për punës ime, nuk ekziston një hezitim apo një arsye që dikush për faktin që po shkon te lokopedi të ndihet i kompleksuar. Për dallim që tek psikologët kjo stigma është më e madhe dhe megjithëse është tërësisht e gabuar, për arsye që si lokopedi dhe psikologu kanë një rol shumë solid dhe unik në shoqëri ku jetojnë. Po që problemi me të folur shumë e rëndësishme, se sa mu me qenë është një problem me... Po, në kandim psikologjik. Cilat janë metoda që i përdorni më shpesh në terapi, a jepni ushtrime me bërë në shtëpi, apo vetëm ndodh brenda ambientit ordinancës? Po, në këtë çështje është një vijë ndarëse mes asaj se sa i takon profesionistëve dhe punës që e bëjnë në klinikë dhe se çfarë është që të dihet për audiencën e gjerë. Mirë, po sigurisht që në një shpjegim të jashtëm mund të japin disa prej metodave të cilat kanë rëndësi që të njihen thjesht për ata që i ndjekin terapi lokopedike apo ka nevojë që të ndjekin. Ka ushtrime të bazuara në frymëmarrje, siç janë të problemet të rrjedhshmërisë së belbëzimit, ka probleme të bazuara në lëvizjen e gjuhës, në mbajtjen e shkopit, ka probleme të cilat trajtimi i tyre është i bazuar më shumë në relacionin profesionist edhe klient, pra ka lloje të ndryshme, ka dhe ushtrime që quhen ushtrime televizeve globale me duar dhe me këmbë, mirë po që secila specifik e teknikës e ka të vetën që një profesionist e identifikon se në një terapi a e ka vendin tash apo më vonë, apo nuk ka nevojë njerë që të përdoret për arsye që problemi është i lehtë, por thjesht një shpërfaqe disa prej teknikave. Sa është e favorshme në këtë rast, sa kryen punë nëse fëmijët që kanë probleme të folur janë komunikues, kanë dëshirë me folë me fëmijët e lagjës, me hallës, pra, apo nuk çon rol shumë kjo, janë mbyllur apo nuk janë të mbyllur, apo janë të socializuar apo nuk janë të socializuar? Në fakt, kjo gjë ka rëndësi për arsye që në vlerësimet që bën për të folurën e fëmijëve, por edhe të tjerëve, por sidomos tek fëmijët, përveç vlerësimit bazë që bëhet në bazë të testit përkatës, janë edhe faktori social, pra se sa fëmija është i shoqërueshëm, sa ndon interesa, i cili nga një kënd anësor jep informacione që neve na duhen për të parë se ku qëndron baza e problemit në të folurën e fëmijës. Prandaj ka rëndësi që fëmijët të jenë të shoqërueshëm, ndjekja e kopshtit nga mosha e hershme ka shumë dobi për fëmijët, për arsyen që janë mundson që të shfaq tiparet e tij edhe në bashkëveprimet e tjera, të ndarjen e lodrave, edhe në ndarjen e botës së tij me fëmijët e tjerë, veçanërisht nëse është i vetmi fëmijë në shtëpi.
e bën fëmijën më social dhe i indikon që pozitivisht që aspektet gjuhësore logopedike të nxiten për të formuar dhe për të ecur më tutje kur fëmia jeton në një ambient të tillë sa kur jeton pothuajse gjatë gjithë kohës i vetëm apo gjysmën e ditës. A ka emisione ose programacion përmes përmes medjave ose edhe përmes kanaleve të ndryshme në YouTube e kështu me radhë që fëmia mund me shiku dhe mund me marrë mësim ose me ndiku nga një emision i tillë që me pas disa përmirësime apo nuk ka efekt kjo? Në fakt, teknologjia nuk është vetëm e domshme, mund të jetë edhe e dobishme. Ajo që ka vjen fjala në këtë rast është shikimi i filmave të animuar, të cilët e përmbajnë gjuhën standarde. Nëse bëhet me një sasi të caktuar ditore, për shembull 20 apo 30 minuta në ditë, e ka një film të vizatuar që e përcjell me epizode dhe aty e kemi një gjuhë të modeluar, duhet të dimë se fëmijët më së shumti marrin përmes modelimit sesa përmes udhëzimit bënja kështu sa ashtu. Andaj në këtë kënd filmat animuar që përmbajnë gjuhë standarde janë shumë të dobishëm për shkak se vinë me javë me muaj duke modeluar një gjuhë të pastër tek fëmia. Mirë po, duhet ditur se televizori nuk është i dëmshëm siç mund të jetë përdorimi i telefonit, mirë po edhe shikimi i televizorit duhet që të ketë një mas të caktuar se sa fëmijët e përcjellin për arsye se nëse kalohet në shumë shikim të madh të televizorit mund të shoqërohen edhe disa faktorë me këtë çështje dhe të vi deri tek ajo që quhet vonesa në të fundit. Si e shpjegoni problemin në lexim dhe në mësim tek fëmijët? Problemet në lexim dhe në mësim janë problemet të cilat e kanë një moshë më të lartë se sa problemet në shqiptim të shkronjave apo problemet në rrjedhshmërinë të folërit. Përkatësisht, klasa e 3, mosha 8 vjeçe është mosha ku mund që të brengosemi nëse fëmia është shumë brapa në kuptimin e shkronjave, në dallimin e formave të ngjashme dhe të kundërta me njëra tjetrën, ka problem në ngatrimin e rreshtave kur lexon, ka hezitim të lexojë para të tjerëve. Nëse ka rrinë moshën 8 vjeçë dhe i ka këto probleme të theksuara, atëherë është mirë që të bëjmë një vizitë tek logopedi për të parë nëse ky problem e kalon vijën patologjike dhe konsiderohet disleksia apo është thjesht problem që ka nevojë të punohet përgjatë orarit mësimor me fëmijën. Po ata fëmijë që kanë pasur në sulm, domethënë truose në aksidente dhe kanë problem të folur, si shpjegohet, a kanë shërim ose mjekim? Po, në fakt problemet me bazën e trut që quhen afazione mund të ndodhin edhe më shumë tek njerëzit e rritur, po edhe tek adoleshentët, për arsyeën që janë më të rritur dhe kanë më shumë dinamik, më shumë lëvizshmëri. Dhe e njëjta gjë në fakt mund të ndodhë edhe tek fëmijët nëse psojnë ndonjë aksident apo ndonjë rënje me kokë apo diçka e tillë, dhe gjithmonë problemet që janë me bazën e tu janë problemet që morrin një periudhë më të konsoliduar për trajtament të suksesshëm, për arsyeën që e kemi një bazë neurologjike e cila fillimisht ka nevojë të shkojë tek profesionisti neurolog, më pastaj nëse është fëmijë edhe tek pediatri, më pastaj mundet edhe të ketë nevojë të shkojë edhe tek psikologu për anën psikologjike të tij dhe më pas kalon tek logopedi nëse pas ka pas sukses në këto stadë dhe ka mbetur e folura e fragmentuar apo është humbur tërësisht, siç ndodh në disa raste. Në këtë rast është shumë e nevojshme që të bëjmë një konsult me logopedin dhe të marrim disa këshilla dhe informacione nga një profesionist dhe të përcaktojmë orarin javor dhe ditor se sa ka nevojë që të ndjek tretman që rikthehet e folura. Edhe belbëzimi është një prej problemeve goxha i përhapur ose ka qenë edhe më herët. Ndoshta jo shumë, por sa lidhet belbëzimi me problemet e folës, sa mjekohet dhe a ka zgjidhje ky problem? Po, belbëzimi është pikërisht njëra ndër problemet më të shpeshta dhe sa i përket problemeve që kanë të bëjnë me të folurin e individit, belbëzimi është problemi që ka më së shumti epiqendër. Problemi i belbëzimit ka faktorë të ndryshëm se si mund ta kenë shkaktuar, por faktori më i shpeshtë që mund të jetë është faktori emocional. Do të thotë i hezitimit për të folur në publik, i hezitimit për të qëndruar në mesin ku ka shumë njerëz, i hezitimit, i problemit për të lidhur fjalë dhe fjali në mënyrë konsistente, i bllokimit në fillim apo edhe në mes, varësisht se çfarë lloji belbëzimit është. Mirë, po përveç faktorit ambiental mund të jetë edhe faktori gjenetik, por që nuk e ka prevalencë shumë të lartë siç e ka faktori ambiental emocional. Këtu që ka rëndësi një këshill që dëshiroj ta jap
është fakti që nuk duhet asnjëherë një shok tonin apo një familjar apo koleg ta përqeshin për belbëzimin që ai ka. Për arsye se kjo atij do t'ia shtresoj më shumë problemin, ndërkaq edhe vetë personi që e përqesh mund ta fitoj këtë problem të belbëzimit apo mosrrjedhshmërisë. Jo gjithmonë, nëse se një fëmijë apo edhe një i rritur ka mosrrjedhshmëri në të fol, do thotë se ka dhe belbëzim. Mirë po, është pararëndse mosrrjedhshmëria që e dërgon personin deri në belbëzim. Në këtë rast, nëse personi është duke ndjekur tretman logopedik, i cilës do mos qoftë, dhe të tjerët e përqeshin, e imitojnë, apo është fëmijë i vogël dhe qeshin me të folurën e tij, në këtë rast trajtimi do të merr kohë më të gjatë. Ndërkaq, përqeshja tek fëmijët do ta shkaktojnë në të ardhmen problemin e belbëzimit. Kjo puna e trashëgimisë, shpesh dëgjojmë që nuk e kemi dërguar tek mjeku apo logopedi në këtë rast apo arsye ndryshme, sepse trashëgimi e kanë dhe nuk pengucim këtë rast. Pra, duhet të stopohemi nëse brez pas brezi dikush në familje ka pas problem me të folë apo belbëzim dhe tashmë ne gjinata 2-3 të dorëzohemi sepse kështu siç thot populli i babagjosh kanë pas problem. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme që ta njohim. Është e vërtetë se faktorët gjenetik që janë të lindur nuk mund që përmes trajtimit të ndryshohen. Për shembull, dikush që është me sindrom Down, ai nuk mund asnjëherë që të rikthehet sikur një person normal, sepse ka një kromozom më shumë, apo edhe dikush është me autizëm, që është në spektër të lehtë, mund të akomodohet dhe të përmirësohet e folura e tij. Mirë, po kjo vjen ndarse mes këtyre dy anëve nuk do të thotë se edhe ana e problemit që kanë të bëjnë me të folurën e individit si pasojë trashëgimisë duhet të lihet anash duke menduar se do t'i kalon me kohën. Kjo është do thotë një gabim shumë i shpesh që e hasim dhe që duhet të jemi të vetëdijshëm për faktin që problemet në të folur nuk kalojnë me kohën. Ato me kalimin e kohës vetëm shtresohen, vetëm akumulohen dhe ngjiten çdo herë më shumë dhe më pastaj trajtimi do të marrë kohë më të gjatë. Në momentin që një person adoleshent, fëmijë i rritur ka probleme të folurën e tij, hapi i parë që duhet të bëj është që të kontaktojë një profesionist logoped. Edhe jo të heshtë. Jo, absolutisht. Atëherë, Arjan, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij misioni, padyshim që tema është shumë e gjerë dhe kemi çka të flasmi, por kaq kishim kohë dhe hapësirë të shpresoj që do të takohemi përsëri për të trajtuar një temë tjetër në këtë fushë. Ju faleminderit edhe juve për ftesën. Suksese të nderuar miq. Fakt pa mbyll, ku mund të gjejnë shikuesit tanë nëse dikush dëshiron ndonjë këshill, ndonjë vizitë ta bëjë? Keni ordinancë ku punoni? Po, unë gjendem në qendrën Speech Therapy, jemi në lagjën Rruga B, ku punojmë domethënë me gjitha moshat dhe llojet e problemeve logopedike, bëjmë konsulta, termine, bëjmë edhe terapi grupore, ofrojmë edhe terapi individuale zakonisht për llojin e problemit që ka secili person i çdo moshe. Kemi edhe faqen tonë në rrjetet sociale ku vazhdimisht japim domethënë me shërbim për kacet që i ofrojmë dhe që njerëzit kanë nevojë mund të kontaktojnë në numrin tonë dhe ju mirëpresim. Shumë faleminderit dhe suksese. Të nderuar miq, kaq për këtë emision, takohemi herave të tjera dhe atëherë më mbeshi me programe të RTI-s në vazhdim. Kush janë ekspertët që